Vion ende tratativa për Granit Xhakën me Bayer Leverkusenin pas një marrëveshjeje paraprake për kontratë 3 vjeçare me pagë rreth 4 milionë euro në sezon. Milani po përpiqet të ofrojë ofertën financiare me kërkesën e klubit gjerman, i cili pagoi 23 milionë euro për Xhakën për të afruar dhe kërkon 15 milionë euro për shitjen. Aktualisht oferta e Milanit qëndron në 10 milionë euro, por ka shpresë që marrëveshja të arrihet së shpejti. Situata në merkaton e Milanit është dinamike dhe përforcimet në mbrojtje, sidomos në krahun e djathtë, do të jenë vendimtare për sezonin e ardhshëm, ndërsa afrimi i Granit Xhakës pritet të sjellë përforcim të rëndësishëm në mesfushë. Transferimi i Granit Xhakës te Milani është shumë afër. Ish-mbrojtësi i Milanit Fulvio Kolovati e sheh Xhakën si lojtarin e duhur për klubin dhe pret që ai të sjellë mentalitetin e nevojshëm dhe klasin ndërkombëtar. Pjesa kuqezie e kryeqytetit të Modus po përgatitet ta mirëpresë kërhapur kapitenin e kombëtarës së Zvicrës. Fulvio Kolovati është gjithashtu i kënaqur nëse marrëveshja finalizohet së shpejti. Ish-mbrojtësi i Milanit dhe me Italinë fituesi Kupës së Botës në vitin 1982 dhe komentator televiziv prej kohësh ka shpresa të mëdha se kjo punë do të kryhet. Zoti Kolovati është Xhaka lojtari i duhur për Milanin. Nëse Massimiliano Allegri dëshiron atë, atëherë kjo është e garantuar. Çfarë shpreson Milani nga Xhaka? Sezoni i kaluar ishte një katastrofë për Milanin, duke përfunduar në vendin e 8, pra gjëra të vështirë se mund të përkeqësohen, por në fund të fundit është e qartë, çfarë duhet të sjellë Xhaka ekipit është mentaliteti i duhur. Për më tepër ai është një lojtar i klasit ndërkombëtar që më ka impresionuar sa herë që kam komentuar për ndeshjet e tij gjatë 2 viteve të fundit të Bayer Leverkusen. Çfarë e pret Milanin sezonin e ardhshëm? Së pari duhet të kuptoni ambicjet e klubit, por me Allegrin si trajner, Iklitaren si drejtor sportiv dhe tani ndoshta edhe Granit Xhakën, ta përfundoj në 4 vendet e para dhe kualifikimi për Champions League do të jetë i arritshëm. Kuqezinjtë aktualisht po bëjnë revolucion në mesfushë. Ata nuk duan vetëm të mbështeten te Xhaka, por janë gjithashtu afër nënshkrimit dhe me Luka Modric.